Ishte e dhimbshme. Eva likaj rrëfe ndarjen nga buri. Doje që djali të mbante kontakt me tatin, por aktoria e njohur shqiptare Eva Likaj ishte e ftuar në një mision ku foli për ndarjen e saj nga bashkëshorti. E prekur, Eva Likaj tha se ndarja e saj ishte e dhimbshme, ndërsa zbuloi se djali i saj Gjino nuk ka kontakte me babain e tij. Ai nuk ka kontakte. Kam dashur që Gjino të mbaj kontakte me të. Ai është austriak. Para pak kohësh, erdhi në Vjenë. Prap i thash ta takonte baban, qoftë edhe si mik. Unë i fal njerëzit. Unë jam diva, e dija që po të doja dhe kur të doja unë vija dhe luaja. Unë di që zemrat e njerëzve ndrisin kur më shohin mua. Çfarë mund të dua më tepër? Që kisha fam të madhe? Këtë s'kisha si ta dija.